Nëse arsimi profesional nuk do të ishte mbyllur 25 vite më parë, Shqipëria do të ishte në një stad tjetër për sa i përket ekonomisë dhe për sa i përket forcës punëtore. Vitin e fundit, qeveria shqiptare i ka dhënë një prioritet të madh arsimit profesional si mundësia më mirë për të siguruar një vend të mirë pune, pa patur nevojë për të bërë shumë vite shkollë, por që mund të marrësh një zanat të mirë. Arsyet sepse duhet ndjekur arsimi profesional janë të shumta, sepse së parit me një kohë shumë të shkurtër nxjerr njeriu të kualifikuar për punë dhe pa kosto për familjen e tij. Së dyti, ai që mbaron arsimin profesional ka një punë të sigurt dhe të mirë paguar, qoftë në tregun rajonal, por edhe në atë kombëtar dhe ndërkombëtar. Dhe së treti, edhe një person nxënës apo nxënës që nuk ka përfunduar arsimin nëntëvjeçar me rezultate shumë të larta, por ka një prirje të caktuar për një profesion të caktuar, gjatë arsimit profesional e merr atë dhe garanton jetën e tij dhe zhvillimin e ekonomisë dhe shoqërisë. Përveç kësaj, edhe Bashkimi Evropian tashmë i njeh diplomat tona dhe ju hapet mundësia edhe për tregun evropian të punës. Në Lerë, si në shumë qytete të tjera, janë organizuar konkurse me shkollat nëntëvjeçare për të vënë pa arsye sepse duhet të ndjekim arsimin profesional dhe jo atë të përgjithshëm. Prej disa javësh, një konkurs për të arritur në përfundimin se cila është arsyeja që nxënësit që mbarojnë klasat e 9-ta duhet të vazhdojnë arsimin profesional. Dhe sot, në finale, kanë dalë nxënësit e shkollës Nën Tereza dhe të shkollës nëntëvjeçare të Shëngjinit. Pastaj fituesi i tyre do të përfaqësojë lezhën në konkursin kombëtar që do të zhvillohet pas disa ditësh në Tiranë